Një kapitull i ri po shkruhet në marrëdhënien mes Xhenetës dhe Fationit, dy personazhe të njohur të Big Brother VIP Albania 4, të cilët duket se po intriguar shumë fansat me postimet e tyre të fundit në Instagram. Një postim i fundit në Instagram ka ndezur kurreshtjen e fansave të Big Brother VIP Albania 4. Xheneta Fetahu ka ndarë një story intriguese ku ka bërë tag Fation Kuqarin, duke shtuar fjalën sërr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 r
spekulojnë mbi një mundësi të veçantë që e përfshin këtë çift intrigues, por nuk mbaron me kaq. Fationi e ka ripostuar menjëherë këtë story, duke i shtuar edhe 2 emoji të tjera, një fytyrë menduese dhe një tjetër me syze dielli, që i ka bërë ndjekësit të aludojnë për një mesazh të fshehtë. Kjo ndarje e përmbajtjes ka nxjerrë në pah një mister akoma më të thellë, duke rritur më tej kurreshtjen e fansave të tyre. A mos vallë po përgatitet diçka mes tyre? Një surprizë, një bashkëpunim apo thjesht një lojë e tyre për të tërhequr vëmendjen? Për momentin, gjithçka mbetet një mister, por fansat nuk kanë nguruar të hedhin hipotezat e tyre në rrjetet sociale, duke sugjeruar gjithçka nga një lidhje romantike të re deri tek një skenar të ri për programin. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta. Disa prej ndjekësve të Xhenetës kanë treguar se janë të emocionuar për çdo zhvillim të ri, ndërsa të tjerët marrin një qendrim kritik duke argumentuar se këto janë vetëm truqe që përdoren për të mbajtur publikun të angazhuar. Çfarëdo që të jetë e vërteta, një gjë është e sigurt, çdo postim i tyre ndihmon për të mbajtur buzëqeshjen e fansave të gjallë. Siç dihet, Big Brother VIP Albania shpeshherë ka dhënë mundësi për krijimin e lidhjeve dhe mejsive të reja, por tani duket se ka lindur një interes i ri rreth marrëdhënies së këtyre 2 personazheve. Disa nga komentet në postimet e tyre sugjerojnë se të dy kanë një kimik të veçantë, që mund të dalë në pah më shumë në episodet e ardhshme të spektaklit. Mundësitë për zhvillime të reja janë të pafundme, dhe fansat mezi presin të shohin se çfarë do të ndodhë më tej. A do të jetë një marrëdhënie e re? Një projekt i ri artistik? Apo thjesht një lojë për të mbajtur gjallë interesin e publikut? Vetë Xheneta dhe Fationi kanë mbetur të heshtur për sa i përket pyetjeve të tilla, duke lënë fansat të spekulojnë dhe të imagjinojnë mundësi